Pozdrav poštovani gledaoci, ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije U fokusu koju zajednički realizuju kanali RTK1 i RTK2. Përshëndetje, kjo po bëhet në kuadër të projektit në mes të RTK-s dhe Gjajkës Japoneze, e me të edhe emisionin në Fokus, ku kemi trajtuar tema nga fushat të ndryshme. Këtë herë do të flasim për mundësitë ekonomike që produktet kosovare të kenë mundësi të dalin në tregun evropian. Beč je peti put zaredom bio mesto susreta brojnih albanskih preduzetnika iz različitih država. U njemu je održan sajam albanskih preduzetnika u Austriji koji je organizovala mreža albanskih preduzetnika u toj zemlji. Održane su prezentacije preduzetništva, organizovani sastanci, izložbe lokalnih proizvoda, kao i susreti sa diplomatskim predstavnicima i austrijskim poslanicima. Vjena ishte sërish qendër e takimeve të shumë afaresve shqiptarë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia Veriut, Lugina e Preshevës, Italia, por edhe vendet të tjera. Kjo pasi aty u mbajt për të pestën herë radhazi panajiri i bizneseve shqiptare në Austri, i organizuar nga rrjeti i bizneseve shqiptare në këtë shtet. Në këtë panajir pati prezantime të bizneseve shqiptare nga të gjitha shtetet që ishin prezent. U shfaqën prodhimet vendore, mbajtën shumë takime B2B, duke synuar kështu forcimin e bashkëpunimit dhe rritjen e eksportit të prodhimeve shqiptare në tregun e Bashkimit Evropian. Në hapjen zyrtare të panajirit ishin prezent edhe përfaqësues të ambasadave të Kosovës dhe Shqipërisë në Austri, deputet austriak, deputet në Parlamentin Evropian, të cilët e vlerësuan pozitivisht këtë ngjarje, duke theksuar se po shërben për të forcuar edhe më shumë raportin ekonomik, tregtar e politik në mes shteteve. Kryetari i rrjetit të bizneseve shqiptare në Austri, Yll Blakaj, në hapjen zyrtare theksoi se ky panajir tashmë është bërë traditë dhe mundësi e mirë, të cilën duhet ta shfrytëzojnë bizneset shqiptare në këtë kohë kur ka krizë ekonomike. Të organizohet në këtë kohë të recesionit ekonomik një panajir i tillë, domethënë ka domethënie të veçantë. Ky është mesazhi që do me çu nëpërmes këtij panajiri. Domethënë bizneset në kohë të recesionit duhet bashkohen, të bashkëpunojnë më ngushtë njëri me tjetrin, të ndihmojnë njëri tjetrin, të këshirin mundësitë që janë më të mira që të kalohet ky recesion ekonomik në Evropë edhe gjithkund. Unë jam shumë i vetëdijshëm që shumë prej juve veç e shfrytëzojnë tash këtë mundësi, po megjithatë ju lës sot që ti shikoni prapë ato mundësi që mundë me bashkëpunu njëri me tjetrin, ta shfrytëzojmë këtë mundësi, këtë treg kaq të hapur, kaq të madh Bashkimit Evropian. Vje mirë që kemi prodhues nga Kosova, edhe nga Sicilia i përshëndes atje, nga Lugina, nga Shqipëria, sidomos edhe bizneset nga Austria, të cilët janë edhe skeleti kryesor i rrjetit bizneseve globale me organizimet shumë të forta që i bojnë. Nuk du me zgjatë shumë, kemi me pa shumë sot, kemi me pa kompani që kanë mu prezentu sot këtu, kemi edhe folsat mirë, du me përshëndes edhe me uru një ditë mbarë edhe ditë plot begatije. Na, kur vimi këto, ose çdo vit që organizohet, kjo është ajo që neve na frymëzon edhe na jap kurajë se me lindjen e me venin e me shumë kryetarë të tjerë jemi të punojnë intensivist për majin. E uroj që në maj të kemi shumë më shumë biznese, se çdo krizë krijon mundësi. Atë mundësi na duhet bashkërisht të gjejmë. Kështu që faleminderit, uroj të keni sukses. Edhe na prifte mora çdo vit kemi më shumë biznese që na bashkangjiten. Përfaqësuesi i ambasadës së Kosovës theksoi se Austria është një ndër shtetet kryesore që përkrah Kosovën në të gjitha proceset. Unë kisha pas dëshirë të nënvizoj fatin e mirë që kemi si partner të mirë
Austrinë si partner shumë të rëndësishëm të bashkëpunimit jo vetëm politik, po edhe ekonomik. Austria është një prej vendeve kryesore që e përkrah Republikën e Kosovës në procesin e integrimit evropian së bashku me gjitha vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, është një prej vendeve prise në këtë drejtim. Po edhe në aspektin e bashkëpunimit ekonomik kemi pas një zhvillim edhe një hap jashtëzakonisht mirë të bashkëpunimit këto vitet e fundit. Unë kisha pas dëshirë ndoshta ta veçoj edhe një element të fundit që ka qenë tash prej 1 marsit, njohja patent shoferëve të Kosovës ose thjesht konvertimi patent shoferëve ka qenë një punë ose një lehtësi shumë e madhe për bashkëdhëntarët tanë që ndihmon jashtëzakonisht shumë edhe në bizneset, po edhe në mundësitë tjera që i kemi. Liebe Andreas Mini, liebe Freund, dy fjalë në gjermanisht ishim për të deputet në parlamentit, mikun e madh të Shqipërisë këtu në Austri, mbështetësi më të madh edhe të çështjes së Kosovës. Vëllezër dhe motra, unë jam 8 minjos që më zgjodhët mua për të thënë 2-3 fjalë këtu në përshëndetje të këtij edicionit të 5, dhe kur më thanë që është edicioni 5, thash këtu nuk kam rastësi, po është një vijueshmëri, është një traditë e cila ka nisur mbar dhe do të vazhdojë mbar. Ajo që mua më bëri më shumë përshtypje është, siç e thanë, që ka nga vende të ndryshme, përveç nga Austria, nga vende të ndryshme, dhe unë pata kënaqësinë të njoh dhe nga Raguza e Sicilisë, ardhur enkas nga larg për t'ju bashkuar këtij aktiviteti, për të shkëmbyer ato kartë vizitat dhe për të krijuar dhe kontaktet e para. Në këtë panajër ishte edhe deputeti austriak dhe kryetari i shoqatës austriake miqtë e Kosovës, Andreas Mini, i cili theksoi se diaspora shqiptare në Austri ka një rol të madh në forcimin e marrëdhënieve në mes dy vendeve, veçanërisht në aspektin ekonomik. Ky panajër tashmë po mbahet çdo vit në Vjenë dhe po marrin pjesë biznesi në sektor të ndryshëm nga disa shtete. Kjo është një gjë shumë me rëndësi, duke marrë parasysh edhe faktin që ekonomia nuk është në situatë të mirë për shkak të recesionit. Faleminderit për të gjithë ata që kanë kontribuar që të realizohet ky panajër. Ndërsa eurodeputeti Lukas Mandl në një intervistë ekskluzive për RTK-n, tha se komuniteti shqiptar i Kosovës në Austri ka kontribut të madh në të gjitha sferat në Austri, derisa ndërmarrësit shqiptar i vlerësoi me ambicie dhe inspirim të duhur që të krijojnë raporte biznesore. Albanian origin who really contribute to our wealth, to our economy. Komuniteti shqiptar i Kosovës në Austri kontribon në mirëqenien tonë, në ekonominë tonë, në paqe, dhe ky është një kusht i nevojshëm për qëndrueshmërinë sociale këtu, në sistemin tonë të edukimit, në infrastrukturë. Jam shumë i mirënjohës që shtetasit tanë që kanë priardhë shqiptare takohen këtu, e realizojnë këtë panajër, prezantojnë produkte, shërbimet e tyre, i shkëmbejnë përvojat me njëri tjetrin dhe rrjetizohen në mënyrë që të kontribuojnë në biznes. Dhe është shumë e rëndësishme të kontribuojnë në ekonominë tonë në këtë moment, sepse tani jemi duke u ballafaqur në vitin e tretë me recesion. Kështu që kemi vërtet nevojë për prosperitet dhe biznese të fuqishme. Afaristët dhe të punësuarit po punojnë shumë. I would say there are several pillars which make business happen and Them se ka disa shtylla që e bëjnë të ketë aktivitet biznesor që prodhojnë sukses në ekonomi. E para është edukimi i mirë për të rinjt, për të gjithë, në mënyrë që të mund të kontribuojnë në biznes, në ndërmarrësi, menaxhment, në prodhim, në inovacion e kështu me radhë. Inovacioni është shtyllë e dytë e rëndësishme. Kemi nevojë për njerëz që krijojnë, që kanë liri për të shpikur gjëra të reja, për të menduar që të prodhojnë inovacion, dhe shtylla e tretë është sundimi i ligjit. Natyrisht, me patjetër duhet të parashikojnë çka do të ndodhë nëse investojnë në vend, në sektor specifik. Duhet të jetë e qartë që të ketë partneritet korrekt në mes partnerëve të ndryshëm në çdo vend. Dhe shtylla e katërt është inspirimi i duhur, sjellje të drejtë dhe njerëzit që e kanë mundësuar këtë panajër në Vjenë, padyshim se kanë ambicie dhe inspirim të duhur që të mundësohet të ketë raport biznesor. Partneri i këtij panajiri në Vjenë ishte edhe organizata Germin. Kënaqësi me qenë pjesë e këtij organizimi. Ky është edicioni i 5, për neve si Germin është edicioni i 4 që vim këtu me biznese për Kosovës, edhe
Nëse në fillim në edicionin e dytë është dashur me u shpjegu bizneseve të Kosovës çfarë organizimi është, kush merr pjesë. Tash në edicionin e 5 nuk kemi nevojë më me bëu asnjë prezantim. Kemi pa interesim prej vetë bizneseve pa ndërmjetësu na, kështu që është një tregues që ky organizim veç se e ka dëshmu vetën, edhe përveç bizneseve të Kosovës tash kemi biznese, partner nga gjithë diaspora që vinë edhe nga shtetet e tjera, dhe kam përshtypjen që nëse rjeti nuk e organizon këtë event, vetë bizneset kanë u vetë organizu për me bo një gjë të tillë, për shkak se është dëshmu që ka pas sukses gjatë viteve të kalume, vetëm bizneset që i kemi ndihmu ne me ardhë këtu prej Kosovës, kanë arrit marrëveshje edhe kontrata qindra mijëra euroshe. E një pranin në tregun evropian e kanë shumë produkte kosovare. Vëreshtaria në Leposavić është fushë në të cilën ka një pranim më të madhe në treg. Pra është dega e vetme e bujqësisë në të cilën realizohen eksportit. E vetmja lëndë e parë që eksportohej për më shumë se një dekadë ishin mollët, pikërisht sepse në atë komunë ka një numër të madh pemishtesh me këtë frut. Disa vite më parë, primatin e eksport e morën vererat e vereraris Lakiqević, e cila zotron më shumë se 12 hektar plantacione me rush. Vererat e kësaj vereshtarie tani mund të gjenden në tregun e Holandës, Zvicrës, Austrisë dhe shumë vendeve të tjera evropiane. Stanovnici opštine Leposavić decenijama unazad najveći potencijal vide u poljoprivredi, a posebno u voćarstvu, povrtarstvu i posljednjih nekoliko godina u vinogradarstvu, o čemu svedoče mnogobrojni novoiznikli zasadi pod ovim kulturama. Mnogi su se odavno oprobali na ovdašnjem tržištu, ali je mali broj njih uspeo da izveze svoje proizvode. Zlatko Sekulić iz sela Gornji Krnjin spada u red najvećih uzgajivača jabuka na severu Kosova. Njegovi zasadi se prostiru na 3 hektara i svake godine na tržištu je prisutan sa više desetina tona ovog voća. On je prvi u ovom kraju otpočeo sa izvozom jabuke, uprkos mnogobrojnim komplikacijama na koje je nailazio u ovom procesu. Jeste komplikovano. Jeste komplikovano, znači ovdje kod nas je karakteristično toga što ti prelazi, pošto mi trebamo za dozvole razne fitosanitarne preglede, veterinarski i tako dalje, mora da idemo na jug. Najkomplikovanije je ovdje na severu za izvoz. Ja sam radio preko gazdinstva, izvoz preko, reeksport sam radio preko jedne firme iz Topole i 3 godine sam izvozio moju jabuku za Rusiju. Prošle godine i pretprošle godine smo imali loš rod, odnosno imali smo onaj prolećni mraz, gde nam je desetkovalo proizvodnju, tako da imali smo malu količinu prošle godine. Ove godine sam u pregovorima sa nekim izvoznicima, tako da li će to da urodi plodom, vidjet ćemo. Uzgajivači voća iz ovog kraja sve više razmišljaju o preradi sirovine, jer bi sa svojim proizvodima lakše pronašli put ka većem tržištu, na kraju, kako će istaći, i isplativije je. Tako da smo krenuli u proizvodnju nekih sekundarnih proizvoda kao što su sokovi prošle godine i mogu da kažem da je bilo vrlo uspešno. Malo je problem prodaja, ali radimo na tome da to bude bolje. U budućnosti planiramo da krenemo u proizvodnju alkoholnih pića, odnosno rakija. I tako da se nadamo nekoj kupovini jedne destilerije kapaciteta od 200 do 300 litara. Pošto sirovinu imamo, nadamo se da kroz par godina krenemo i u proizvodnju rakije koja će biti sa geografskim poreklom, ako uspemo da zaštitimo, i nadamo se da će biti i prodaje, kao što rekoh, od ove jabuke koja je ovdje vrhunskog kvaliteta. Poljoprivredna grana koja je u ekspanziji u Leposaviću je vinogradarstvo. Zahvaljujući manjim vinogradarima otpočela je obnova ovog domena koju je na najviši stepen podigla porodica Lakićević, zasadivši vinovu lozu na površini većoj od 12 hektara. Danas se ova vinarija može pohvaliti sa velikim asortimanom vina i, što je najvažnije, sa izvozom koji postaje njihov dominantni cilj. Dolazi u ponedeljak da tovari 2 palete, idu za Švajcarsku, tako krenuli smo sa izvozom odmah. Radimo sa lokalnim ugostiteljskim objektima. Imamo namera da nešto vina dovezemo i u Srbiju, odnosno Beograd, Novi Sad.
Sad, mi nemamo dovoljno količine za neke sisteme kao što je supermarketi, Ideje, Mercator i tako dalje. Nemamo i ni nameru tako da izlazimo, već smatramo da naš konzumator bi trebao da ukusi naše vino u drugačijem ambijentu, znači ili kod kuće da kupi direktno od nas ili u restoranu uz društvo i uz obrok. Želili bismo raditi sa restoranima u Beogradu i naime u Novom Sadu. Mislim da su tamo najveći broj naših kupaca. Ponavljam, krenuli smo sa izvozom odmah, Švajcarska. Vinarstvo, reći će upućeni, predstavlja i razglednicu jednog regiona. Kvalitet vina opisuje prirodu jednog kraja, klimatske uslove, vrednoću ljudi i iznad svega pokazuje ljubav koja se u procesu spravljanja vina ulaže. Leposavci sada imaju čime da se podiče, što predstavlja i veliku odgovornost za vinare. To jeste velika odgovornost jer mi na taj način u stvari predstavljamo naš kraj. Mi kroz naše vino ljudima pokazujemo kakav je naš kraj. Ljudi pijući naše vino zamišljaju kako to izgleda, iako nikad nisu vidjeli. Juče je otišla prva tura do Švajcarsku, spremamo. Ljudi u našem kraju već uveliko znaju, poznaju, piju naša vina u dobrim restoranima i kafićima. Nadamo se da će to još se širi. Izabrali smo, da kažemo, reprezentativne restorane i mjesta da ljudi kad dođu da imaju šta da probaju iz našeg kraja. Kad ljudi pođu negde, kad im dođu gosti, da imaju šta da poklone, da imaju šta čime da se ponose i pohvale. Ozbiljan posao iziskuje i ozbiljne planove. U tom pogledu porodica Lakićević želi da proširi svoje zasade i da na taj način, osim proširivanja proizvodnje, proširi i paletu proizvoda koje će, nadaju se, izvoziti širom Evrope. Mi smo ovdje zaokružili naš ovih 12 hektara. Već znamo šta imamo i šta treba da radimo dalje. Dalji planovi su imamo u Popovačkom polju 25 hektara koji treba da sadimo. To ne može se posaditi za jedan dan. Verovatno ćemo saditi po nekoliko hektara, 2, 3, 4 godišnje. Sami možemo po hektara da sadimo, ako bude bilo neke pomoći, nadamo se da ćemo moći da posadimo i više, jer koliko se više budemo širili, toliko će da bude više ljudi koji će raditi kod nas. To je proporcionalna stvar. Više goriva se troši, više se mašina kupuje, više se preparata koristi, više makaza, više svih stvari i onda je to jedan ceo ciklus u kom je uključeno puno ljudi. Oni koji se bave dostavom svih tih materijala, više radnih mjesta, više plata, više zadovoljnih ljudi. Na kraju krajeva, ako nam budu pomogli, to ćemo brzo da uradimo. Posle toga imamo u Dobrovi još negde oko 10 i 15 hektara. To je malo više nadmorska visina, negde oko 600-650 metara. Tu ćemo da lepo razmislimo na kojoj podlozi ćemo da kalemimo i koju ćemo sortu da sadimo. Više manje imamo neke ideje jer... Veliki vinogradari su kao kišobran za manje vinogradare i maksimalno se trude da pomognu bilo savjetodavno, bilo tehnički, jer jedino na taj način vinogradarstvo može zaživeti u punom kapacitetu. Veliku logistiku imamo od Lakićevića i od Jevremovića u svakom smislu. Znači, to je nesebično sa njihove strane, nesebično nam pružaju podršku i pomoć, tako da smo mi uz to što smo dobri prijatelji i razmenjujemo iskustva, uz to i organizujemo se na takav način da pravimo i udruženje vinogradara koje mislim da za nas, pogotovo manje, mnogo znači. Poljoprivreda je po rečima stručnjaka budućnost u ovom regionu s obzirom na to da su prirodni i klimatski uslovi bogom dani za ovu vrstu proizvodnje. Na drugoj strani svi se redom nadaju pomoći u subvencijama, ali i zakonskim olakšicama kako bi u godinama koje slede i izvoz postao prijemčiv svakom od njih. Poštovani gledaoci, bili su ovo materijali pripremljeni za ovo izdanje emisije U fokusu koju su realizovale ekipe RTK1 и RTK2. Такова ми пасни мои, курдото трајтон темата тjera. Миропавшим. Doviđenja.